Nesër në të gjitha terenet e Ligës së Dytë zhvillojnë ndeshjet e javës së 23. Zhvillojnë 2 ndeshje derbi që mund të jenë edhe vendimtare për rrjedhën e më të qeshme të kampionatit. Kryendeshja e kësaj jave patyshim është dueli në Autokomand, ku përballen 2 ekipet pretendente për kualifikim në elitën e futbollit vendor, ku lideri aktual Skopje takohet me Bregalnicën e Shtipit. Një ndeshje tjetër shumë e rëndësishme zhvillohet edhe në stadiumin e Fortunës në Hasanbek, aty ku Shkëndija Raçinës është një koqirje të Teksit të Tetovës. Të gjitha ndeshjet zhvillohen nesër në ora 15:30 takohen Shkëndija Raçin Teteksi, Bellasica Osogova, Sloga Vinic Pobeda, Detonit Plaçkovica Kozhufi, Golemo Konjare Bardari Negotin, Skopje Bregalnica dhe Prespa Kamenica Sasa, ndërsa ndeshja Ohri Novaci fillon ora 13:30. Skopje, Ohri, Bregalnica dhe Shkëndija Raçinës janë në 4 vendet e para, kurse dallimi mes tyre është 1 pikë. Në 8 xhirot e mbetura të Ligës së Dytë çdo ndeshje për këto skuadra do të jetë një finale.